Krenar. Dore krenar. Dore krenar. Me kokën lartë. Dole ti, dole të dy, dole ajo. Që sa kohë jeni? Se di si ka dalë, nuk është. Nuk e ka iden. Nuk më interesë. Nuk ka Që sa kohë jeni nda? Një vit? Një vit. A jeni pa ma? Jemi astis. Kështu me fola në gjë? Ja. Unë jemi shumë në distancë, nuk të dëgjoj shumë. Tani, po ja pra se ta them unë, sepse ke një shenjë më shumë të fati. Do me thënë, Po mund të mos jetë benefit kjo, mund të jetë avantazh. që të kesh fat, që të jemi shanse. Ka një jetë tjetër, fillon dhe prej gjumë ka. Ore të jepet një shans më burë më shumë për një gjë që ti të arrish një gjë. Një gjumë kjo, fakti që ti je i sigurt. Pse ti po shef që jemi në gjumë, që kemi bileta dhe bileta s'dihet, mund të jetë huq. Bileta do ta morësh si çështje fati. Unë e mora si çështje fati. Domethënë një shenjë që ula këtu mërsa unë erdha, dëgjoj mua. Unë erdha vetëm. Hyra, e pash, dola, ika, erdha dhe kur hyra këtu, ku do ulesh? Ula këtu. Ka dhe chicken stick, faktikisht se ula këtu. Me ato fëmijat, sepse është left, right. Tani left, right, angles dhe amerikan ti e di që ka dy kuptime. Është left, majtas edhe lëre. Është right, djatas dhe dura. Edhe unë them right-in se është dhe dura për shumë, kap me dy kështu. Kot, s'kem kot, funksionon gjithmonë ajo pjesë. Edhe ula këtu. Të gjithë të tjera që u rrështu këtu ishin çështje. Për momentin Shqipëria është left. Ka kaq vite që është left. Është Jo, është left. Është lën. Think left. Po është lën. Left. We're left. Por nuk ka S'ka rëndësi. lidhje, S'ka lidhje, prandaj. Ka lidhje sepse edhe në botë, kjo është tjetër gjë. Patjetër. E kuptoj shumë mirë konceptin tënd. Thjesht bëra një instinkt, batutë. thjesht kur kthehesh shit djathtas. Jo, ti kishe shumë të drejtë dhe të doli instinkti i sakt. Po. Instinkt më vëlla, thjesht me instinkt, kot në jetë, ku do ulesh, po ulem këtu. Ka njerëz të tjerë që janë ulur këtu. Dhe ikën. Se kanë profilin, se thonë, po të vi këtu është profili. Tashi. Unë për shumë ula aty për profilit. Profilit. Tani ka i problem të kjo pjesa. Që ty, ati ku je? Ma që në momentin që do të rrish aty, do e gjesh edhe forcën për ta zgjidhur. Po mbasi ke provu të gjitha dhe kupton që kjo gjëja nuk e te kalon do të ca të tjera. Nuk e mban do të tjetrin me zor. Nuk e bën do të funksionojë me zor. Unë për vetin, flas për vetëm. Jo që dashuria është destinuar të përfundojë, në këtë sens e kam. Dhe jo çdo problem mund zgjidhet. Janë ca gjëra që janë përtej dëshirës. Do të thënë, ky është ai momenti që thua dashuria nuk mjafton, kupton? E beson këtë? Apo ti mendon që dashuria mjafton? Me të rrigut drejtën, unë qa menoj, në qofë se nesër mas nesër isha hi me një lidhje, do me thonë, me pas një tardhme me atë person, unë ku me ditë se çka me ndodh, unë se kisha lënë atë person. Do me thonë, s'ka shansa, ku me di qa me ndodh. Të gjithë që dashurojnë fort e kanë këtë sens sakrificën ndaj partnerit. Po, apo partneres. derisa ti nuk e fëmijë me partnerin tënë, do me thonë, mund është me i toleru do gjana deri një pikë. Në momentin që unë kisha pas fëmijë me një person, do me thonë edhe në qofë se e kisha pa ato, adin kisha marrë vesh që më ka trathu, njëherë dë falja të rathin. Normal në qofë se të rathën çdo ditë, mus më ka lej baba për me duru një person që më tratën çdo ditë. Por që për hatër të fëmijëve të mi, unë do e mshilja një një sy edhe do e falja. Por që unë të kisha qenë unë mashkull, edhe me më tratu femra jam, se kisha falë kur. Se unë menoj që tratëja e mashkullit edhe femrës, besoj që janë dy gjana, okej, është e njëjta gjë, por besoj që dallon pak, a kupton se femna është si diamant, femna është, do me thënë, femna kur e bën një gjë, e bën me këtë dëshirën. Pse traton një çunë dhe pse traton një gocë? Pse tratojnë meshkuj dhe pse tratojnë femra? Pse? Një fjalë. Nuk e di, nuk kam përgjigje për këto. Po, do të trastoja do përveç se për ndjenja. Nështë ka ndonjë mungesë? Përveç se për ndjenja.